plakët janë kudo me gjithë masivi malor të turbunit. Sipërfaqja shikohet që është e djegur është e konsiderueshme, ka një impakt jashtëzakonshëm në natyrë. Shikojmë që era e favorizon përhapjen e zjarrit i cili ka shkuar dhe në afërsitë banesave, pra përbën dhe një rrezik të jashtëzakonshëm edhe për këta banorë, për shtëpitë e tyre që ndodhen në afërsitë të këtij pylli. Çdo minutë e kaluar, çdo vonesë është një risk i madh. Situata në Vjeshtën e Gojanit është alarmante. Vazhdojnë digjen qindra hektar pyje. Tani ka dalë komplet jashtë kontrollit, po bëhen rreth 6-7 ditë që ka filluar ky zjarr, por negligjenca dhe mos angazhimi tamam në ditët e para ka çuar në këtë katastrofë. I kanë ruajtur me fanatizëm këto kurora, që aktualisht po na digjen para syve dhe nuk kemi ç'a të bëjmë për. Po përpiqemi për të parë situatën nga afër edhe për të ndihmuar. Nevoja për të ndërhyrë nga institucionet qendrore, nga Tirana dhe nevoja për të ndërhyrë nga ajri është shumë e madhe. Plakët po përhapen me shpejtësi shumë të madhe dhe vetëm pak poshtë nesh ndodhet dhe fshati i parë i banuar.